Kandidati për deputet nga lista AKS, generali i njohur Lej Ibrahimaj, edhe sot ka vazhduar me fushatën zgjedhore. Ai sonte ishte i pranishëm në fshatin Shaptej të Deçanit, ku u prit me entuziazëm të madh nga 10 banorë tek i tij fshati. Në një intervistë për Ballkoni.info, generali Lej Ibrahimaj flet për ecërinë e drejtashme të fushatës zgjedhore. Fillimisht ka qenë fushata për zgjedhjet lokale, rundi i parë dhe rundi i dytë në ballotarësh, ka vazhduar zgjedhjet nacionale dhe në çdo takim me qytetarët me elektoratin është një entuziazëm i paparë dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka me befasi e këndshme dhe ka me kalu numrin 10%. Pra, ju besojnë donë që Aleanca do të kalojë rezultatin në shkurtit, po për te atij rezultati. Po sigurisht që ka qenë pengesë në parforme ajo pjesa e nismës, apo mendojnë se lista është ndryshe? Po, siç e thash në fushatën për zgjedhjet lokale, në çdo takim që kem qenë, na kanë thonë elektorati, kryetarët e ndegëve, pse e mort nismën, disa thëshin pse e keni marrë këtë grupin të intelektualet, konservatorët, ashtu kështu, dhe kem pas 40 kandidatë minus në listën për aktivistët e Aleancës, ndërsa tani kem 40 emra të shquar në listën që në ardhje të reja, djemë të ri, vojza të reja, personalitetet, doktor, do të thotë general që të ardhur në listën e Aleancës dhe ata po punojnë me dinamika të shtuara dhe në çdo qytet shihet një entuziazëm, një dinamikë e shtuar e punës në terren dhe unë në të rrethonat besoj që Aleanca ka me kon 10+. Ju ishit sonte në një fshat ku afër Glazani, po na jemi këtu në Glazani, ju ishit në Shaptej, u pani entuziazmi i njerëzve të caktuar, domethënë ato që ishin ndellur. A mendoj domun që ky entuziazëm do të vazhdojë deri në 28 dhjetor, ditën e zgjedhjes, sepse dihet domun që njerëzit ka pak në mund të ndryshojnë bindjen ditën e fundit? Po, ishte një takim pothuajse spontan pas disa takimeve që kishim në komunën e Gjakovës, ishte kërkesë disa njerëzve që të takoheshin dhe ne erdhëm aty dhe po të pritjen dhe prap nga këtu vazhdojmë për qenë në takimet të tjera deri në orët e vona të natës, për të vazhduar prap nesër në orën 7 dhe deri në orat 1, 2, 3, pas mesnatë vazhdojmë kështu dhe po them edhe një herë me bindje të plotë se në bazë takimeve, në bazë kontakteve me njerëzve, Aleanca ka me kon 10+. Ne sonte jemi këtu në një vend të shenjtë, tu që pra jemi në Glazan, jemi në oborin e dëshmorëve, kohëve të fundit ka disa persona ndryshëm, ndoshta nga vetëvendosja që tentojnë të hedhin balë ndaj UÇK-s. Edhe të tjerë pra që mundojnë një parforme ta minimizojnë gjithë ata sukses që ka pasur UÇK-ja. Cili është mesazhi juaj për gjithë ata që tentojnë ta baltosin UÇK? Po në radhë të tyre, njerëz të tyre, simpatizantë të tyre, kur shef në për komente, po edhe personalitetet të tyre që janë në pozicionet të larta të vetëvendosjes, kanë etiketime për njerëzit e lutës, si të gjallë, si të dekur, rasti me Iran ishte ai edhe kur njëri nga ta komenton edhe ramjen e Muj Krasniqit, do të thotë edhe dëshmorët i zonë rrugën, kështu që jo çuditshëm e ki edhe kryeparlamentarit që ka bënë punim atëherë për diplomu, ka për UÇK-n, kështu që çdo gjë që thonë ata për UÇK-n nuk është për mua çudi sepse nuk është vetëm një njeri, po thonë të gjithë, ndërsa ata vetëm në fushat ndonjëherë ju duken dëshmorë të mirë, ndërsa për 4 vite qeverisje ose 3 vite qeverisje asnjëherë nuk e nxojnë gojë në dëshmorë të kombit, cili do të qoftë, kishte e keni pa edhe në ligji që ishte për kategoritë të dala të lutës, shumë herë keq përdorur thuhet për veteranët. Ligji ka qenë për kategoritë të lutës, familjet e dëshmorëve, invalidët dhe veteranët. Fatkeqësisht invalidët me vite të tëra janë po ndru protezat dhe kjo qeveri nuk ka provu as edhe një herë më gjetë afër as familjarëve dëshmorëve, as invalidëve e lërë më veteranëve. Thuaj zoti Ibrahima se qytetarët kanë kuptuar tashmë domun kush janë ata që një parformi kanë fyer dhe vazhdojnë të fyjnë qytetarët dhe ata që realisht janë që 5 vjet në pushtet. Unë besoj se qytetari nuk mashtrohet shumë herë, fatkeqësisht janë mashtruar një herë dhe nuk do të mashtrohen prapë dhe në bazë të atyre që kanë ndodhur për 5 vite, qytetari me datën 28 ka me dhënë verdiktin final dhe zoti Kurti duhet me shku te shtëpia, duhet me reflektu dhe unë shpresoj që ka me pas kohë dhe ka me guxu me shku te prokurori. Është tejet ofenduese për çdo cilin qytetar kur një kryeministër thotë publikisht, unë guxoj mos më shku te prokurori dhe le të guxon ai marrë tonë. Çka duhet më thonë atë një qytetar cili do kohë që ka bën çfarë do kundërvojtja apo çfarë do krimi, pse më shku atëraj kur kryeministri është mesazh që unë guxoj mos më shku dhe prokurori guxon marrë tonë.